Për të 6-tin vit radhazi, Fakulteti Ekonomik pranë Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër ka qelur panajirin e bazuar në lëndën e marketingut. Ky aktivitet zhvillohet për të treguar konkretizimin sa më të mirë në praktik të anës teorike që studentët kanë përvetësuar gjatë studimeve. Ka përfaqësinë e gjithë Fakultetit Ekonomik, studentët e turizmit viti parë, biznes viti dytë dhe financës viti parë. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të afrojmë studentat me pjesën praktike, më shumë se sa vetëm thjesht teorike. Këto vlerësohen praktikisht për kontributin që japin nëpërmjet planideve, produkteve konkrete, të cilat ata krijojnë vetë, ose nëpërmjet mbështetjes së bizneseve aktuale në qytet, nëpërmjet promocionit apo shpërndarjes që ato mund t'i bëjnë produkteve të tyre. Pjesa më e madhe e produkteve të ekspozuara në këtë panajir janë krimet të vetë studentëve, të cilët kanë demonstruar kreativitet dhe njohuri profesionale në fushën e marketingut. Një pjesë e produkteve këtu janë krimet të vetë studentëve, të cilët mendojnë për të hapur një biznes ose një aktivitet tyre. Ndërkohë, domethënë që ka dhe ndonjë prej atyre grupeve që kanë vendosur të mbështesin biznese aktuale. Ka raste të tjera dhe një panajir i tillë përbën një mbështetje të drejtë për drejtë për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, pashësi shumë prej këtyre studentëve nesër do të jenë specialistë në këtë sektor. Patjetër, sepse ato shohin në kontekstin konkret se si mund të mbështesin biznese aktuale. Disa prej tyre kanë vendosur të sjellin paketa turistike, ndërkohë disa të tjerë kanë vendosur që të krijojnë një plan ide për bizneset në të ardhmen. Kjo është në mbështetje gjithashtu edhe të aplikimeve që mund të ketë për plane të ardhshme biznesesh, që mund të hapen të financohen nga bashkia apo nga ministria të ndryshme e turizmit. Panajiri i Fakultetit Ekonomik të Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër është vizituar edhe nga biznesmen të ndryshëm, veçanërisht nga ata që zhvillojnë aktivitet në sektorin turistik. Kjo edhe për faktin se jo pak studentë të këtij fakulteti e kryen praktikën profesionale pranë bizneseve dhe kanë krijuar një njohje të drejtpërdrejtë me shërbimet në këtë sektor.